Qytetarët e Tetovës përshëndesin vendimin e qeverisë që kazino të jenë 500 metra larg shkollave fillore dhe të mesme. Në një ankesë të realizuar në qytet, ata shprehen se ky vendim është i vonuar, pasi në asnjë shtet të botës nuk lejohet që lojrat e fatit të jenë para objekteve shkollore. Ma lartë, ma marë, beli ma marë, më bëhet problem. Tetova ka afër 100 kazino. Turp. Kuj merret të para? Gjihin kazino gjithë natën. Duhet largohen. Por ndryshe fëmijët nuk mund të lojnë kasino. Në Amerikë ku më kanë kasino, s'ka të shkolla. Gjilipisht të shkolla kasino, ca janë ato. Qa 10 miliardin që ka banë shpejt, ja fajta, ata i dhe se pa bukë. Ligji të respektohet ligji edhe të shkoje të filani, të hekin, të bojnë këto mukese. Tone në shkojnë lartë, 500 metra, 1.000 metra sa dohet. Atë, qarto, atë në shkojnë dhe në bëjnë. Përshëndesune, atë ligji e kam pruj përshëndes. Faleminderit. Ditë më parë, propozimi ligji që lojrat e fatit të jenë 500 metra larg objekteve shkollore kaloi në seancë qeveritare, ndërsa i njëjti vendim do të duhet të kalojë edhe në kuvend. Sipas këtij vendimi, kazinot nuk do të mund as të reklamohen. Për herë të parë vendosen kufizime të rrepta për reklamimin e lojrave të fatit. Ndalohet reklamimi jashtë hapësirave afariste nëse ai ka për qëllim nxitjen e qytetarëve për të marrë pjesë në lojrat e fatit. Ndalohet përdorimi i mesazheve që bigjozin e paraqesin si rrugë drejt suksesit financiar, jetës më të mirë apo si zgjidhje për problemet personale dhe sociale. Po ashtu ndalohet reklamimi përmes personazheve publike dhe përmbajtjeve të orientuara drejt të miturve. Po dërgojmë një mesazh të qartë se bigjozin nuk guxon të normalizohet dhe as të paraqitet si stil jetese para të rinjve. Pika e dytë kyçe është mbrojtja e procesit arsimor dhe sigurisë së nxënësve. Me ligjin parashihet që të gjithë objektet ku organizohen lojrat e fatit në kazinot, klubet e automateve dhe lojrat elektronike të fatit të jenë të vendosura së paku 500 metra larg shkollave fillore dhe të mesme. Ditë më parë, kryeministri Hristian Mickoski paralajmëroi se përpos propozim ligjit për lojrat e fatit do të ketë edhe një ligj për kredite shpejta. Ai tha se qytetet në Maqedoninë e Veriut nuk guxojnë të jenë qytete të kazinove, ndërkohë që në afërsi të tyre janë hapur edhe dyqane parash që japin kredi të shpejta.